Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim zhvillimet kryesore të kësaj dite, duke ndalur tek qytetarët e Vlorës, të cilët protestuan edhe gjatë ditës së njëjtë para ambienteve të Bashkisë së Vlorës, ndërsa kanë mashuar drejt shëndetores bregdetare. Protesta kundër projektit në Zvërnec është e dyta e organizuar nga qytetarët në Vlorë. Qytetarët e Vlorës kanë protestuar sërish gjatë ditës së njëjtë përpara ambienteve të Bashkisë së Vlorës, fillimisht dhe më pas duke marshuar në zonën e Lungëmarrës. Protesta e tyre kundër projektit në zonën e Zvërnecit ishte e dyta e organizuar nga qytetarët e Vlorës. Me pankarta në duar ku shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj projektit, protestuesit u ndalën fillimisht përpara Bashkisë së Vlorës dhe më pas vijuan marshimin drejt zonës së Lungëmarrës. Protesta e qytetarëve lonjat vjen pas mobilizimeve të nisura edhe në kryeqytet kundër projektit që parashikohet të zhvillohet në zonën e Zvërnecit. Qytetarët kanë paralajmëruar vijimin e protestave të tyre edhe në Vlorë, teksa protesta e radhës është njoftuar për ditën e premte në orën 18 në sheshin Adem Jashari në qytetin bregdetar. Kjo protestë do të zhvillohet ndërkohë në një ditë kur në Vlorë pritet të mbrihet edhe kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama. Ky fundi do të zhvillojë edhe një takim të zgjeruar në sheshin e Flamurit në kuadër të aktiviteteve për 35 vitorin e Partisë Socialiste. Në Vlorë ka nisur puna për asfaltimin e rrugëve të prekura nga projekti ujësjellësit. Asfaltimi i 31 segmenteve rrugore vjen në një kohë kur Vlora pret më shumë pushues, vendas dhe turistë huaj, ndërkohë që rrugët të cilat po asfaltohen janë akse që kanë më shumë lëvizje të automjeteve, por dhe ato që çojnë drejt Bregdetit. Pas çeljes së sezonit veror në Vlorë ka nisur puna për riasfaltimin e projekteve që janë prekur nga ujësjellësi. Në kohë kur vera pret më shumë pushues, vendas dhe turistë huaj në qytet është zgjedhur të kryhet puna për asfaltimin e 31 segmenteve rrugore. Rrugët të cilat po asfaltohen janë akset që kanë më tepër lëvizje të automjeteve, por edhe ato që të çojnë drejt Bregdetit. Tashmë që ka nisur puna, ajo se çfarë vihet në pikpyetje është pikërisht cilësia e asfaltimit dhe realizimit të këtij projekti. Në qytetin e Vlorës prej disa ditësh ka nisur puna për asfaltimin e 31 segmenteve rrugore, të cilat janë dëmtuar pas realizimit aty të punimeve të ujësjellësit të Vlorës. Puna po vazhdon në disa akse kryesore rrugore, por ajo se çfarë vihet në pikpyetje është cilësia e realizimit të këtij projekti. Në rrugët e Vlorës është hedhur vetëm një shtresë asfalti dhe me kaq është mjaftuar çdo gjë. Në rrugën e Unazës së Madhe të qytetit, nga Bishikallëdrëmit e deri në ujin e ftohtë, ka përfunduar një pjesë e asfaltimit rrugor dhe në zonën tek Bishikallëdrëmit vjen ende puna për realizimin e këtij projekti. Për gjatë gjithë segmentit është hedhur vetëm një shtresë milimetrike asfalti dhe asgjë më tepër. Rruga nuk është mbushur as me çakull apo zhavor të imët për të qenë sa më kompakte, si edhe nuk është ngjeshur, çka tregon edhe seriozitetin e këtyre punimeve. Kjo është mënyra që ky projekt do të realizohet edhe në segmentet e tjera rrugore në qytetin e Vlorës, duke patur parasysh faktin që kjo rrugë në shumë pjesë të saj më parë e gjitha ka qenë me gropa dhe e rrëzuar. Asfaltimi në të nuk bëri punë. Nga eksperiencat e viteve të kaluara, është vënë në re se rehabilitimi i segmenteve të tilla në këtë mënyrë ka rënë pre dëmtimeve të shumta, duke dalë edhe brenda një kohe fare të shkurtër e jashtë funksionit. Për herë të parë në shërbimi publik shëndetësor në vend do të kryhet terapia e personave transgjinor. Për qytetarët e Vlorës, udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë nuk gjen vend në Shqipëri, teksa mungojnë ilaçet për kurimin e shumë sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore, ndërsa e shohin këtë nisëm si një shkatrim që po i bëhet familjes dhe shoqërisë. Ky udhëzues konsiderohet një udhëzues orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik. Orienton profesionistët shëndetësor në procesin e rekomandimit apo të referimit mbi terapinë hormonale për individët që janë të interesuar dhe referon në shërbimin e endokrinologjisë. Për herë të parë në shërbimin publik shëndetësor në vend do të kryhet terapia e personave transgjinor. Qytetarët e Vlorës, të cilët e kanë ndjekur këtë zhvillim, thonë se është diçka e gabuar. Udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë sipas qytetarëve nuk gjen vend në Shqipëri, në një vend ku mungojnë ilaçet për kurimin e shumë sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore, ndërsa nga ana tjetër jepen kura për transgjinorët. Qytetarët e shohin këtë nismë si një shkatrim që i bëhet familjes dhe shoqërisë. Sipas tyre, vendi ynë ka shumë probleme të cilat duhen trajtuar më parë dhe më pas të mendohet për kurat hormonale. Ka të t'i bëj kushdoj, unë se bëj për vetët. Jo, për ata që duan ta ndryshojnë. Ata që duan dhe ta duan, ala unë për vetët time jonja. Si e shesh? Çfarë është? Talën bëllën që në dërëj. Ja, pëmër maqë, nga pas të në famërë. Po i kërë të mbushë me gjitha. I kërë të mbushë me gjitha, fjallë gjitha. Fjallën me të poshme, ja. Janë fjallë për neve, ja. Asë për ju zbëjmë, se bëjmë.
të rinj që duan të. Ata ka marrë budaraqen, ata kanë ta asaj kategorie kanë marrë budaraqen, po pse kanë marrë? Ç'të duhet unë ti e femër, ti e mashkull, pse no? Pse ka bërë zoti mashkull e ka marrë? E ka bërë kota? Do të pyes diçka, e shes fëmijë të familjes të gjë? Unë si familja jote ti mos e shes. Jo ti si familje. Shkatërrohet familja në përgjithësi. Shkatërrohet familja. Shkatërrohet. Familja jashtë përdorimit është. Jashtë përdorimit dhe. Minë një kohë kur s'ka ilaçe, që do japim ilaçe për të tillë kategori personale? Po ja kjo është e keqe, që pse japin këto ilaçe të kastanë për të prishur dynjën apo për të prishur njerëz? Për të prishur njerëzit. Pse? Ti të ka bërë Zoti, të ka Allahu, të ka dhënë djalë të mirë. Pse do bësh më? Edhe këtë e ka dhënë si do vetë Zoti edhe është. Bravo, gjithë ku është për tyre. E në halë tyre. Aman, ku i gjetën këto teorie, ku i gjetën? Do me thënë, unë duhet ti juve të më kuroni mua ashtu si që ndihem. Po si ku ndihem qënu, që si do më kuroni? Ore më kuro ashtu si që jam, jo ashtu si që mendoj. Se mund të jemi shkalluar. Si e shini do me thënë që t'jepen ilaçe për ta kategori personal? Po është absurditet, po është absurditet. Po shumë sëmundje ilaçe dhe nuk jepen fare. Shumë sëmundje, mirë. Nuk ka ilaçe për kurimin. Ora, ilaçe duhet t'jevem për sëmundjen që ke. Jo si ndihesh, unë ndihem, nuk ndihem kështu, po jam. Qysh, unë qënë kam edhe ti më kuron se si unë ndihem. Ndihem më mendim. Po e shkëtërimi familjes, po përse bëhet? Përse bëhet? Bëhet o shkëtërimi me familje. Nuk e di se do vazhdoj kjo jetë njerëzore kështu, do kthehet në jetë qëndëri, se nuk ka mundësi. Gjelena, po të jem unë që atë ministrën, i them ktheu t'i fëmër, ma shkull. Këtë do i thoshja, po Shqipëria është e para për këto gjëra. Për çfarë gjëra? Për çdo lloj drejtim. Për gjë ko të flasim këtu, çdo gjë bëhet. Çu dhe botës në dhe Shqipëri. Mungojnë ilaçet për sëmundje, do jepen ilaçe hormonale. Po marr ilaçe mora për syrin s'ka. Ky vend të rinjt janë mbathi me vrap. Si ndrojmë? Qa familje? Kjo është kafshëri. S'kemi qa të themi fjalë më të bukura. Kjo është kafshëri. Mani një orande atje, të bëj fëmijën e saj ajo pas nesër. Ta kthejnë mashkull. Ja këtë të qonë. Dikjo motër, jo që jemi kundraj, po unë se jetoj fare këtu. Jam kundraj. Psi jo moj ti, ngellën njerëzit, u bën burra me gra me gra. Qa është kjo? Që ndodhi se komiteti ekzekutiv. Po mirë, si mund t'i japet ilaçe për ta persona të cilët duan ndryshojnë gjeni dhe ndërkohë për shumë sëmundje s'ka ilaç? Po ku ore, po pse si shkone në verit kështu ata po? Sa bënde në verit? Ua, sharon të pare. Udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton kriteret mjekësore, procedurat klinike dhe monitorimin për terapinë hormonale, e cila do të ofrohet në QSUT dhe do të mbulohet nga fondet publike. Bëhet fjalë për trajtimin hormonal të trazinorëve për të rritur dhe adoleshent nga 16 vjeç, të cilët vlerësohen nga mjekët dhe kanë miratimin e familjes. Një hidroplan i linjave ndërkombëtare ka zbritur për herë të parë në Shqipëri këtë të premte. Sipas organizatorëve, qëllimi është që pushuesit të shikojnë bukuritë e vendit nga ajri dhe e dyta të ndërlidhin Vlorën me Korfuzin, Budvën, Janinën, por dhe destinacione si Imara. Për herë të parë në Shqipëri ka zbritur përgjatë kësaj të premteje një hidroplan i linjave ndërkombëtare në një aktivitet të zhvilluar nga Nautica Point dhe Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar. Maksime Temaj, përfaqësuesi i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar, thotë se qëllimi është që pushuesit të shikojnë bukuritë e vendit ton nga ajri dhe e dyta për të ndërlidhur Vlorën me Korfuzin, Budvën dhe Janinën, por dhe destinacione si Himara me Korfuzin. Aviacioni civil është pjesë e ekosistemit të turizmit. Kjo që sot ju shikoni mbas krave të mi, do të mundsoj që turistët e shumë që tashmë janë pjesë normale e jetës tonë, do kenë mundësi të shikojnë nga ajri bukuritë e vendit tonë, dhe për më tepër duke përfaqësuar Autoritetin e Aviacionit Civil, qëllimi jon një dhe i vetëm është të rrisim ndërlidhjen e vendeve.
që do të thotë se aviacioni civil në bashkëpunim me Bashkitë e Shqipërisë, ku ka parasysh Bashkinë e Vlorës, Bashkinë e Pogradecit dhe Bashkinë e Shkodrës, duam që të përdorim seaplanes për dy objektiva. E para si mjet turistik për të parë bukuritë e vendit tonë, dhe e dyta për të ndërlidhur Vlorën me Korfuzin, Vlorën me Janinën, Himarën me Korfuzin, Shkodrën me Pogradecin dhe Vlorën me Budvën. Do sigurojmë që ndërlidhja të kryhet ashtu si bëhet në aeroportin e Vlorës, që të hapet, në aeroportin e Tiranës të kryhet edhe nga deti. Irida Laçi, drejtore e drejtorisë konsullore në Ministrinë e Jashtme, thotë se kjo nismë më parë ka qenë një ëndër, tashmë është bërë realitet. Sipas saj krijohen ura lidhëse mes vendeve me hidroplanet si mjetet më të përshtatshme që shkurtojnë distancat. Ky projekt nisi rreth 2 vite më parë me mbështetjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Janin dhe është shembulli më i qartë se si diplomacia e qyteteve është ajo që ndërlidh njerëzit, bizneset, vendet me njëri tjetrin dhe unë jam shumë e lumtur që atë që ne kishim dikur si një vizion dhe si një ëndër sot e kthyem në një realitet, kur vullnetin e kthyem në hapa konkrete dhe sot më në fund kemi arritur që të promovojmë një rrugë të re të turizmit dhe të biznesit që lidh dy rajonet tona. Prezent në këtë takim ka qenë dhe kreu i Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, e cila shprehet se zyrtarisht sot nis një kapitull i ri për Vlorën. Nisma sipas saj shërben jo vetëm për turizmin dhe lidhjen e vendeve, por edhe për efektivitet dhe ndërhyrje të shpejta në rastet e emergjencave që mund të ndodhin nga zjarret. Sot është një kapitull i ri për qytetin tonë. Një kapitull që lidh detin dhe qiellin, që lidh turizmin dhe ëndrrën, por më shumë një kapitull që hap një zhvillim të ri në qytet. Ku më mirë se Vlora, një qytet që përveç historisë, traditës, i ka falë Zoti bashkimin e detit Jon dhe Adriatik. I takon të këtij qyteti që kjo portë e re e zhvillimit të turizmit të niste pikërisht nga Vlora. Qëllimi i aktivitetit ishte kryerja e provës së fluturimit të hidroplanit nga Korfuzi drejt Vlorës dhe ulja e tij në qytetin bregdetar për të parë kushtet e realizimit të këtij projekti në vijimsi. Në vazhdimsi, projekti do të shoqërohet edhe me përmirësimin e infrastrukturës së përshtatshme për linjat ndërkombëtare të hidroplaneve. Një person ka mbetur i plagosur mbrëmjen e sejntes në fshatin Sevaster të Vlorës. Sipas policisë, dyshohet se 37 vjeçari është vetë plagosur aksidentalisht në këmbë me armë gjau që e mbante pa leje. Ai po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në fshatin Sevaster në mbrëmjen e të enjtes, ndërkohë që i plagosur është identifikuar si një 37 vjeçar i cili është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Policia ndërkohë ka nisur me një herë dhe hetimet për këtë ngjarje të rëndë. Një person ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së enjtes në fshatin Sevaster të Vlorës. Sipas informacioneve paraprake, një 37 vjeçar me inicialet SHK ka mbetur i plagosur në këmbë dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Mësohet se ka qenë një afërm i të plagosurit ai që ka njoftuar menjëherë policinë dhe shërbimin e ambulancës. Fillimisht 37 vjeçari është transportuar nga persona të tjerë drejt një qendre shëndetësore, ndërsa më pas është marrë nga ambulanca dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës. Burime spitalore bëjnë me dije se ai është futur menjëherë në sallën e operacionit, ndërsa ka marrë trajtimin e nevojshëm nga stafi mjekësor. Ndërkohë, policia në njoftimin e saj zyrtar se 37 vjeçari është vetë plagosur aksidentalisht në këmbë me armë gjau që e mbante pa leje. Sipas policisë, materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprën penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive. Fatkeqësisht një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e kësaj të premte në aksin Kardhiq-Delvin, në vendin e njohur si fushë vëri e Delvinës, ku si pasojë ka humbur jetën një person dhe janë plagosur 3 të tjerë. Mësohet se në aksident janë përfshirë 2 automjete. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit tragjik. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e së premtes në aksin Kardhiq-Delvin në vendin e njohur si fushë vëri e Delvinës, ku si pasojë ka humbur jetën një person dhe janë plagosur 3 të tjerë. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë 2 automjete. Një prej mjeteve me targa AA246RC ka dalë nga rruga dhe është përmbysur pas përplasjes, ndërkohë automjeti tjetër, një Audi me targa AB558ZR, ka psuar dëme të shumta materiale.
Sipas informacioneve nga policia, raportohet se një person ka ndruar jetë në vendngjarje ndërsa 3 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar për ndihmë mjekësore. Pas aksidentit në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, ambulanca dhe forcat zjarrfikse, të cilat kanë ndërhyrë përdhënien e ndihmës së parë dhe normalizimin e situatës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve që çuan në këtë aksident tragjik. Një 51 vjeçar në Sarandë ka mbetur i plagosur me thikë dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. 51 vjeçari ka marrë goditje në Mushkërinë e Majt duke pësuar dëmtime serioze. Shërbimet e policisë kanë nisur hetimet për identifikimin e autorit dhe dokumentimin e shkaqeve që kanë çuar në plagosjen e 51 vjeçarit. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Sarandë, ku një 51 vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 4 të mëngjesit të kësaj të premte në urgjencën e Spitalit të Sarandës është paraqitur shtetasi me iniciale AC, 51 vjeç, i plagosur. Ai kishte marrë një goditje me thikë në Mushkërinë e Majt duke pësuar dëmtime serioze. Mjekët e Spitalit të Sarandës i kanë dhënë ndihmën e parë të specializuar, por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore është vendosur transferimi i tij menjëherë me autoambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtime të avancuar. Ndërkohë shërbimet e policisë kanë nisur hetime për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorit dhe dokumentimin e shkaqeve që çuan në plagosjen e 51 vjeçarit. Pritet që në vijim autoritetet të japin më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në qytetin e Sarandës. Do ndalemi në kulturë. Aulona Folk Festival është nderuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit me çmimin TEA 2026. Drejtuesi i këtij festivali, Semen Gjokoli, gjatë intervistës për Blu Televizion, vlerëson eventin dhe mënyrën e organizimit, ndërsa sipas tij festivali Aulona Folk International ka arritur tashmë standardet për të merituar një çmim të tillë. Agjencia Kombëtare e Turizmit për herë të parë përmes platformës TEA që bashkon jetën turistike, kulturore dhe artistike të vendit ka organizuar çmimet TEA 2026. 7 kategori kryesore vlerësuan qytetet më aktive në organizimin e festivaleve, eventeve sportive, teatrore dhe aktiviteteve kulturore, ndërsa u shpërblyen edhe eventet më të klikuara nga përdoruesit, si dhe hotelet, restorante dhe agroturizmat më të vizituara në platformë. Festivali Aulona Folk International ishte ndër të vlerësuarit me këtë çmim. Drejtuesi i këtij festivali, Semen Gjokoli, gjatë një interviste për Blu Televizion, vlerëson eventin dhe mënyrën e organizimit, ndërsa sipas tij, festivali Aulona Folk International ka arritur tashmë standardet për të merituar një çmim të tillë. Është edicioni parë që organizohet nga Agjencia Kombëtare e Turizmit në funksion të Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sporteve. Është një festival i cili i ndau disa çmime në bazë të fushave të ndryshme, siç ishte fusha e festivaleve folklorike, festave, qendrave muzeale, e qyteteve më të vizituara e tjera, dhe që ishte organizuar në një mënyrë befasuese në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Ishin pjesëmarrës gjithë trupi diplomatik i akredituar në Shqipëri, ishin kryetar bashkisë ku ishin fitues të çmimeve të ndryshme, dhe që këtu ishte i nominuar edhe Aulona Interfolk Festival, i cili rezultoi të fitojë çmimin e parë. E prisnit ju këtë vlerësim? Në fakt, unë di që kemi bërë gjithmonë më të mirën e mundshme për ta organizuar këtë festival. Është një festival që ka arritur standarde të larta, sepse një festival ka disa standarde që të quhet i tillë, sepse ndryshe nga shumë aktivitete folklorike që ndodhin në qytete ndryshme të vendit, ky festival i akomodon grupet rreth 4 net dhe 4 ditë. Ata jetojnë këtu, ata marrin frym nga frymëmarrja e qytetit, ata njohin vende, njohin histori, njohin asete turistike, përveç se ata bëhen pjesë pastaj e të gjitha agjendës folklorike që nga sheshet kryesore të qytetit, nga rrugët, nga trotuaret edhe deri në skenë. Çmimi TEA 2026 sipas Gjokolit nxjerr në pa nivelin dhe përmasat e festivalit, që në 18 edicione ka sjellë në qytetin bregdetar 5.000 festivalistë nga 139 shtete të botës.
Unë dua të ndaj këtë me vizionin e këtij festivali, me ata që e ideuan, me stafin e festivalit, me bashkinë e qytetit, pa të cilin ky festival nuk do të mund të realizohej në këto përmasa, me Ministrinë e Kulturës, pse jo, dhe me të gjitha të operator turistik që sadopak kanë kontribuar apo kanë krijuar ofertat posaçme që festivalistët të akomodohen dhe të provojnë kulinarinë e këtij qyteti. Duhet ta themi që për 18 edicione, ky festival ka sjellë në Vlorë rreth 5000 festivalistë nga 125 asamble nga e gjithë bota dhe nga 39 shtete të Evropës, po edhe të botës. Ky edicion sidomos është i veçantë sepse krahas Evropës, krahas edhe Azis, mbasi në vitin 2018 këtu kishim një asambël nga Kina. Këtë vit ai u zgjerua në gjeografi duke sjell një asambël nga Amerika Latine dhe një tjetër nga Afrika, që ishin edhe grupe me mjaft atraksion. Më shumë se vlerësim, TEA 2026, sipas drejtorit Aulona Folk Festival, është një përgjegjësi më shumë dhe mirënjohje për publikun vlonjat. Unë nuk do të lija këtu pa përmendur edhe jam mirënjohës qytetarisë vlonjate, e cila çdo vit më shumë e ka ndjekur këtë festival, është bërë pjesë shpirtërore e tij dhe ndaj ky festival ka edhe sukses, sepse ai është futur në shpirtin e vlonjatëve dhe po bën më të mirën e mundshme për qytetarët, për imazhin turistik të Vlorës dhe mbi të gjitha për një krenari kombëtare. Ky çmim është jo thjesht vlerësim, po është edhe një përgjegjësi dhe obligim për mëtej, mbasi për herë të parë aplikacioni TEA, sepse ky është një çmim që jepet nga publiku, po jo thjesht nga publiku shqiptar, jepet dhe nga ai ndërkombëtar përmes rrjeteve sociale, përmes pëlqimeve, përmes komenteve, përmes të gjithë asaj botës, po them unë, të imazhit që ky festival e ka krijuar. Dhe pse jo, unë do të thoshja që Bashkia e Vlorës tashmë ka një aset më shumë në kuptimin e një realizimi me një nivel të lartë, një aktiviteti folklorik. I gjithë festivali është në dispozicion të Bashkisë Vlorës. Ndërkohë edhe Bashkia Vlorë nderua me çmimin TEA 2026 për qyteti evropian i sportit për vitin 2024. Ceremonia TEA Awards synon të kthehet në një traditë të përvitshme për promovimin e turizmit gjithvjetor dhe promovimin e Shqipërisë përmes teknologjisë dhe të dhënave digjitale. Në qytetin e Gjirokastrës u zhvillu edicioni 5 i Odat e Isopolifonis, një aktivitet që solli në qendër të vëmendjes trashëgiminë e pasur kulturore të jugut të Shqipërisë. Sipas regjisorit Alika, janë nxënësit e shkollave të qytetit së bashku me mjeshtrat e Isopolifonis që kanë interpretuar me pasion dhe emocion vlerat më autentike të traditës shqiptare. Në qytetin e Gjirokastrës është zhvilluar edicioni 5 Odat e Isopolifonis, një aktivitet që solli në qendër të vëmendjes trashëgiminë e pasur kulturore të jugut të Shqipërisë, mes këngëve polifonike, valleve tradicionale, kostumeve popullore dhe atmosferës së dasmës gjirokastrite. Nxënësit e shkollave të qytetit së bashku me mjeshtrat e Isopolifonis interpretuan me pasion dhe emocion vlerat më autentike të traditës shqiptare. Nga më të vegjëlit deri tek organizatorë dhe artistët pjesëmarrës, emocionet ishin të dukshme, ndërsa të gjithë ndanë të njëjtin mesazh: ruajtja e Isopolifonis dhe traditave, po trashëgohet me fanatizëm tek breziri, duke garantuar vazhdimsinë e kësaj pasurie të rrallë kulturore. Sipas regjisorit Kudret Alikaj, e veçanta e këtij edicioni është që ne pasi diskutuam gjatë, vendosëm që çdo radhë, duke qenë se Gjirokastra është një zonë shumë e njohur turistike sot, dhe kjo u pa edhe sot, ne martojmë nga një vajzë. Dhe radhën si sot e kishe që të martonim një vajzë gjirokastrite, me kostumin e famshëm të Gjirokastrës, dhe ajo që ndodhi në qendrën e pazarit ishte jashtëmase shumë e bukur, ku turistë, qytetarë e shijuan një performancë
të jashtëzakonshme. Tani kemi aktivitetin që vazhdon me një përgatitje shumë të mirë. Sot me këtë kostum unë kam përfaqësuar Nusën Gjirokastrite, është kënaqësi dhe privilegj për mua të kem veshur këtë kostum kaq të bukur të qytetit të Gjirokastrës. Ne jemi të krahinës së Lunxherisë, ndihemi shumë të emocionuara. Do të kërcejmë valle të kënduar. Një nga momentet më të veçanta të aktivitetit ishte dhe parakalimi në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, ku veshjet tradicionale të krahinave të jugut tërhoqën vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Ngjyrat, motivet dhe eleganca e kostumeve popullore u kthyen në një atraksion të veçantë, duke i dhënë qytetit një atmosferë festive dhe autentike që u mirëprit nga vizitorët. Shqipëria konsolidon pozicionin si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në rajon. Sipas Ministres së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, gjatë muajit maj vendi ynë mirëpriti 1.143.595 vizitorë të huaj, një rritje prej gati 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kemi kaluar në ekonomi. Shqipëria vijon të konsolidoj pozicionin e saj si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në rajon, duke konfirmuar rritjen e interesit të turistëve të huaj. Sipas Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, gjatë muajit maj 2026, vendi ynë mirëpriti 1.143.595 vizitorë të huaj, një rritje prej 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas Ministrisë, ky ecuri pozitive reflekton besimin në rritjen ndaj Shqipërisë, rritjen e investimeve private e publike në infrastrukturën turistike dhe zgjerimin e kapaciteteve akomoduese, promovimin dinamik dhe kalendarin e pasur gjithvjetor, si dhe forcimin e reputacionit dhe imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë, rritje të ndjeshme janë regjistruar me vizitorë nga tregjet të rëndësishme evropiane dhe ndërkontinentale, ndërsa Kosova me 321.714 vizitorë dhe Italia me 120.344 vizitorë, vijojnë të japi kontributi më të madh në numrin e përgjithshëm të vizitorëve. Gjithashtu, sipas statistikave, interesi në rritje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera me potencial të lartë konfirmon atraktivitetin e Shqipërisë për turistët që kërkojnë përvoja autentike, kulturë, natyrë dhe mikpritje. Ndërsa këto rezultate konsiderohen si dëshmi e punës së përbashkët të institucioneve, operatorëve turistik dhe komuniteteve lokale për ta bërë Shqipërinë një destinacion gjithnjë më konkurrues, të qëndrueshëm dhe të vlerësuar në tregje ndërkombëtare. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve. Nafta është ulur me 3 lekë dhe tani do të shitet 192 lekë për litër. Benzina gjithashtu me 3 lekë dhe do të shitet me 172 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi këtë të premte në orën 13. Ulet çmimi i karburanteve, nafta dhe benzina do të shiten 3 lekë më pak. Bordi i Transparencës ka zhvilluar këtë të premte më 5 qershor mbledhjen e radhës ku ka vendosur çmimet e reja tavan për tregtimin e karburanteve në vend. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë naftës do të jetë jo më shumë se 192 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë nuk duhet të kalojë 180 lekë për litër. Ndërkohë për benzinën, Bordi i Transparencës ka përcaktuar që çmimi maksimal i shitjes me pakicë të jetë 172 lekë për litër, ndërsa ai i shitjes me shumicë 160 lekë për litër. Autoritetet bëjnë me dije se çmimet e reja hyjnë në fuqi sot më 5 qershor, duke nisur nga ora 13 dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku do të reflektohet çdo ndryshim i mundshëm i çmimeve në treg. Bordi u tërheq vëmendjen të gjithë operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara ndaj subjekteve do të merren masa deri në pezullimin e aktivitetit. Në njoftim theksohet se Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë mbeten të angazhuara për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve shqiptar dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në tregun e karburanteve. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.